Mirëmëngjes Shqipëri, ku do ndodhni në diasporë. Do flasim për sa përket ditës së sotme, një ditë shumë e rëndësishme në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën, kanë të bëjnë me karrierën, po dhe udhëtimet. Është një ditë shumë e rëndësishme gjithashtu, sepse kjo e premte në bazë të dhënave që na jep harta astrologjike, pra do flasim me dokumenta, jo me si të viti, le të vi, po të shikoni. Kemi hënën. Hëna është në lëvizje boshe në këto momente, sepse nga demi shkon në binjak, por është bashkë me Saturnin. Kjo do të thotë, sot tani në këto momente është ora 7:43 minuta, të flasim me tamam dhe orën, në orën 8:30, pra na ju them me orën, pra na ju them me flasim tamam ashtu siç duhet, do shkojnë tek binjakët. Kjo lëvizje që shikoni këto me pika ndarse, do thotë është lëvizje boshe. Nga tani, deri në orën 8:30, mirë është të mos bëjmë lëvizje të gabuara, ose të nxitojmë, ose të marrim vendime të gabuara. Por mbas orës 8:30, që është tamam futet hëna në binjak, atëherë mund bëjmë gjithçka, sepse kjo dita e sotme na jep një mundësi shumë të mirë, ku përfitojnë binjakët, virgjëresha, shigjetari, peshqit, në ujorët gjithashtu, ka një mundësi të mirë po të vini re, si janë renditur këndet planetare, por kjo lëvizje boshe nuk bën kënde, domethënë nuk është lëvizje boshe që shkon fiks atje tek binjakët, pastaj fillojnë gjërat të lëvizin. Nga ora 8:30 deri në orën 14:30 është një ndikim shumë i mirë. Mirë është që ju të bëni të nisni diçka të re, lidhje me bankat, lidhje me bisedimet, lejani jo kohës, por sot është dita për të biseduar me njerëz të rinj, të bëni takime pune, por ju keni pa punë, por ju keni probleme. Të gjitha këto, kjo hartë ju ndihmon, pra me sjellori në peshore kemi ndikimin e po të shikoni të mesjellorët, kemi dhe ascendenten, që është në shigjetar për momentin, dhe të gjitha këto ndryshojnë, po të vinë re dita ditës, ora orës, çdo 2 orë ndryshon, dhe ndikimi planetar, dhe çështjet e hënës, pra, që japin mundësinë dhe ascendentja ndryshon çdo 2 orë. Por gjithsesi ka një mundësi dhe një kohë për sa përket çështjeve të rëndësishme në fushën e ekonomisë dhe të lidhjeve të reja, që ka do thotë tek peshorja, por gjithashtu Afërdita që ndikohet shumë dhe jep disa sinjale pozitive në fushën e dashurisë dhe ndryshime të mëdha. Pse them ujorët janë me shumë fat? Ja ku kemi Plutonin. Plutoni është tek ujori, pra tek shenja e ujorit. Kemi gjithashtu ndikime të tjera që do të japin mundësi, rëndësi në anën tjetër që do të ndryshojnë shumë gjëra në fushën e karrierës. Pastaj ditë e sotme është shumë e mirë për të kërkuar dhe për të ecur përpara në fushën e ekonomisë, të drejtësisë dhe të dashurisë. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë. Do fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e zjarrit dhe më të ndikuar për ditën e sotme, që do thotë shenja e dashit. Për ju e miqtë e mi të kësaj shenje, duket se mundësitë dhe çështjet e rëndësishme që kanë të bëjnë është tani. Tani, pra, nga ora 8 deri në orën 10:30, keni takime me nënpunësa të ndryshme, me zyra të ndryshme. Keni të bëni me, unë e them në një formë që të kuptonim, aplikime në kadastra, në banka, keni probleme të tipit, për shembull që nuk keni rregulluar, se nuk keni gjetur atë ndikimin më të mirë që mund keni për punën tuaj, mund ta bisedoni me prorin tuaj, sepse është diçka shumë e mirë dhe tepër pozitive kjo ditë, prandaj bini pas sepse kjo ditë nuk vjen më. Prandaj si ditë e premte, është dita e Afërditës, është dita që na jep mundësinë për të rregulluar dhe jo vetëm kaq, por ka të bëjë shumë dhe me takimet dhe bisedimet. Ka diçka shumë të madhe për juve të kësaj shenje. Në lidhje me anën shpirtërore, juve miqtë e mi të kësaj shenje, duket se me peshore, me luan, pregatituni, se ka diçka shumë të madhe dhe kjo ju ndihmon mbi vendimet dhe ndryshimet të tjera që do të keni tani tutje, është koha më pozitive dhe më idealja në këtë drejtim. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenjë toke, tek një shenjë që jep mundësi dhe drejtësi, që do të thotë shenja e Demit. Çfarë ndodh me shenjën e Demit? Dhe ku Demi ka atë mundësinë vetë, sepse tani është
ndikimi i hënës, që janë orët e fundit ose mundësit, pra si që të treguam tek harta, në çështje minutash që shkon në binjak, është një moment tani që juve të merrni vendimet e duhura. Nëse keni ndërmend për të bërë një blerje, bëjeni, se ka për t'ja vlejtur, e keni vendosur këtu e 3 muaj, është momenti tani. I keni të gjitha gjërat në anën tuaj. Edhe pse disa byryla që keni pasur gjatë javëve të shkuara, duke se tani përfundojnë, përkundrazi ju trokasin dhe kërkojnë bashkëpunim dhe juve jeni gati të bashkëpunoni, pse jo në çështjet që lidhet me anën shpirtërore, lidhet me akrep të dhjetëdiqit të parë, me ujor të dhjetëdiqit të dytë, mos e lini pas dore, sepse ka diçka dhe një surprizë për juve të palidhurit, ose jeni në shoqëri akoma, kjo do të thotë nga shoqëri kthehet në lidhje serioze. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do vëmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që ndikohet shumë për ditën e sotme, jep mundësinë për ditën e sotme për të marrë vendime të shkëlqyera, që kjo është shenja e binjakëve. Binjakët të dashur të 30 diqët kanë një ndikim shumë të mirë, kanë një ndikim shumë pozitiv, sidomos 10 diqi parë, kjo është perfekt, 20 që kanë lindur në data 23, 24, 25 maj, 26, kanë një ndikim kaq të mirë, ose kanë një takim sot, një takim shumë të rëndësishëm, dhe këta mund ta bëjnë. Dhe edhe pse pardje ose para një jave ka qenë shumë e vështirë bisedimeve, por do ju marrin vetë ata në telefon, sepse humbasin shumë, por juve nuk keni çfarë humbisni, sepse jeni në të drejtën tuaj dhe keni mundësinë për të bërë zgjidhjen e duhur. Një diçka shumë e mirë është kjo ditë e sotme, shfrytëzojeni në maksimum, sepse është momenti juaj, ku Mërkuri në një trekëndësh me Plutonin dhe me Marsin ju jep mundësi, rëndësi në atë që do një të bëni që dhe ka jetë gjatësi në kohë ai takim që bëhet sot, gjërat që juve keni. Keni pasur një problem me çështjet e punës suaj, atje ku punoni, ose në role drejtuese, dhe disa kanë shfaqur paksa xhelozi ose mërzitje, por juve mirë është të dëgjoni dhe të mos flisni. Ajo është arma juaj më e fuqishmja dhe më e forta që do thonë si ka mundësi. Atëherë ata ndalojnë vetë dhe ju kërkojnë dhe ndjes. Në lidhje me çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor të 10 diqit të parë dhe gafore të 10 diqit të dytë, pregatituni, ka diçka shumë të mirë dhe i surprizë mund të jetë nga dreka për të palidhurit. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që vërtet është ndikuese dhe vepruese për punën e tyre dhe me para në dorë. Kjo do thotë gaforja. Çfarë kuptojmë me para në dorë? Kuptojmë që një diçka që kemi për të shitur, e marrim sot me mallin t'jap paran. Qoftë kjo në blegtori, qoftë kjo në bujësi, qoftë kjo në gjërat shitblerje, apo makinë, apo ku diun. Jo me këste. Ka diçka shumë të madhe, ato që ju them, ju bëni si të doje bardhë dhe zemrës tuaj. Unë kam drejt ju them. Kini vëmendje, kujdes në disa gjëra, sepse ditët që ikin, e keni dëgjuar gjyshërit e stërgjyshit tanë që thoshin nuk kur t'i vi ora. Ora ka ardhur për juve të kësaj shenje. Është pikërisht kjo ditë e sotme. Sepse guvernatori juaj, Hena, që shkon në binjak, në shenjë komunikimi, dhe nga ana tjetër juve një shenjë pune dhe vazhdimësie, korrektësie, juve dilni të fituar. Kjo do thotë që është momenti i duhur për të bërë lëvizjet e duhur nëpërmjet bankave. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me Bricap, edhe pse grindeni me Bricap juve, se nuk e keni veten diku, po për të dy për familjen. Kjo është diçka shumë e mirë. Në lidhje me të palidhurit, që kanë pasur një problem vogël, duket se me dash të 10 diqit të parë, mos ju ndani se ka diçka shumë pozitive për të ardhmen dhe jo për të tashmen. Vijojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që përcëllon djeg dhe jo vetëm. Kjo do thotë shenja e luanëve. Po çfarë ndodh me luanët dhe pse kaq shumë? Luanët erdhi koha momenti, periudha dhe vendime të ndryshme që do të keni domenit tani. Duke pasur parasysh, e keni vendosur qysh dje, nëse vendosim për shembull sot për të hënën, edhe hëna mund të jetë shumë e vështirë, e lodhshme, por është vendosur më përpara. Dhe kjo nuk ndikon sido që të jetë dita që vjen. Por gjithsesi, kjo periudhë, sepse kemi përpara, kemi të shtunën, kemi dhe të dielën. Dhe ky hargor është mendime dhe vendime që merren, është periudha dhe koha më e mirë. Prandaj keni kohë deri javën që vjen, ku do të keni mundësi, do të keni rëndësi në gjërat e mëdha që vijnë, apo çështjet madhore që juve lidhet me ekonominë, lidhet me biznesin dhe
shumë gjëra për udhëtimet, aplikimet, bisedimet, është një kohë mjaft e mirë dhe tepër pozitive, sepse juve keni strategji dhe kjo ju ndihmon shumë. Në kohën e dur, juve zgjidhni gjithçka që ju duhet. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me ujor është idealja. Shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që mjaft ka vuajtur, por tani erdhi dita e ndikimit të madh dhe punës, që do thotë virgjëresha. Për virgjëresha të duke se tani me bashkimin e Hënës dhe me Uranin, që sjell diçka shumë të madhe për juve të kësaj shenje, sepse duke ndikuar në lidhje me ekonominë, duke ndikuar me lidhje me një borxh të vjetër, që ju kanë e përfundoni edhe mbyllni sot 0-0. Është diçka shumë e mirë, prandaj bini pas, mos ma lini pas dore në lidhje me çështjet që kanë bëjnë me anën shpirtërore, me peshk dhe me binjak, pregatituni. Do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që pozicionohet shumë në biznes dhe në disa takime të rangut të lartë, që do të thotë shenja e peshores. Rangut të lartë pse, ku, për çfarë? Po, pa drejtësitë që janë bërë dhe juve që keni aplikuar, keni kërkuar, keni trokitur, nuk është hapur dyert, shumë gjëra të kalvare të gjata, në lidhje me punë, lidhje me karrierë, por vjen puna dhe momenti, nuk diskutohet, është momenti më i mirë i mundshëm dhe koha që tregon në këtë drejtim është pozitive. Dhe e zgjidhni sot. Në çështje shpirtërore, lidhjet me dash janë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akripit. Akripit vërtet notojnë ujëra të thella, por dinë se çfarë bëjnë. Dhe koha momenti që është në anën tuaj, është pozitiviteti, është mundësia, është shumë e rëndësishme ekonomia dhe stabilizimi i saj, prandaj bëni kujdes, mos mund nxitoni në këtë drejtim, sepse nuk është koha e dur për të nxituar, por për të përfituar. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, edhe pse me ca probleme, është megafore. Kurse bashkim familjar keni me britsjap të dhjetëdiqit të parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shiketarëve. Për shiketarët të duket se dita e sotme është një ditë gëzimi, është një ditë reflektimi në fushën ekonomike financiare dhe në takimet që do të bëni, që do të kenë duk në të ardhmen. Në çështjet shpirtërore, kujdesin që do të bëni do jetë me virgjëresh dhe me peshk. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë britsjapi. Shenjë toke. Britsjapët kanë dy gjëra kryesore sot, takimet, bisedimet, çështjet gjyqësore do kenë shtyrje, por kjo nuk ju pengon për gjërat e juaja, por ju ndikon në anën tuaj më të mirëtmueshme për sa i përket zhvillimeve dhe ndryshimeve të mëdha. Në lidhje me çështjet që lidhen me anën shpirtërore, duket se është megafore të dhjetëdiqit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja ajri, që do thotë ujori. Ujorët e dashur, momentet dhe koha që keni tani është një mundësi shumë e mirë. Mirë është të bini pas disa çështjeve të vjetra që keni. Juve mërziteni dhe një fjalë e egër, them unë, fjalë e rëndë, juve ju ngelet në mendje 6 muaj, por ju them, fare mos ju ngelet në mendje, ajo që dhe dëgjuat e hiqni direkt nga memoria, sepse nuk ka diçka që t'ju shqetësoj. Vazhdimësia duket e mbarë në fushën e punës dhe disa kërkesa që keni në fushën e ekonomisë janë të realizueshme. Vazhdimësia dhe koreksia, edhe pse debatet që bëhen, debate për të mirë të familjes, duket se ujor akrep, ujor dash, është diçka shumë pozitive, por dhe ujor binjak është vetjeta. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshqeve. Për juve të kësaj shenje, mundësit, rëndësit, mbasditja është mbasditja diçka e përkryer në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, dhe kjo thotë që më jep 5 minuta kohë të bëj punën e 8 orëve në vazhdim. Pra, din çfarë bëjnë dhe din ku do të shkojnë. Është diçka shumë e madhe në këtë fushë. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjak të dhjetëdiqit të parë, shiketar të dhjetëdiqit të tretë, të përgatiten ose një pasardhës është gati për të ardhur, kurse një udhëtim dashurie duket se do jetë me peshore të dhjetëdiqit të tretë. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj dite, një ditë shumë e rëndësishme, por do rishikomi përsëri të hënën në të njëjtën orë me parashikime të reja, të flasin për javën dhe gjithçka juve doni. Por unë ju uroj një fundjavë të lumtur dhe të gëzuar. Gjithë mira.